العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu I cili na mundëson të bimin ton javor në shpjegimin e librit Respekti ndaj dietarëve dhe njerëzve të Islamit, ku synojmë që të arrijmë gjatë këtyre mësimeve pastrimin e shpirtit ton, mbushjen e zemrës ton me nurin, me dritën e besimit, duke u munduar si dhe të edukojmë nefsin ton, vetveten ton, me edukatën, me moralin më të mirë, edhe me udhëzimin më të mirë të njerëzve më të mirë, të cilët ishin ato burrat e livdruar. Ku veç treguam dhe shpjeguam në disa pika për të cilët ishin ato burrat e mëdhej të cilët e rrethuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, si dhe ata të cilët I rrethuan shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga të cilët me të vërtet rrjedhin këshillat dhe rrjedhin margaritarët, të cilët janë një flak ndriçuese që neve na ndriçojnë rrugën, e që neve na duhet që na të I ndëgjojmë fort ato dhe të mundohemi që të I fusim në praktikën e jetës tonë, duke u munduar që na të I zbatojmë ato në vetveten tonë, si dhe në familjen tonë dhe në shoqërinë tonë. Cekëm o vëllezër, tema e cila është në vijim që autori e sjell tu, tha tarjihu salafi al-adab ala al-ilm. Preferenca e njerëzve të mirë, të paraardhësve tonë të mirë, të cilët ishin ato burra që ja dhanë një vlerë dhe një preferencë të madhe, që ata e vunë përpara edebin edhe para diturisë. I dhanë vlerë, I dhanë preferencë edebit, edukatës edhe para marrjes së diturisë. E pastaj vazhdojnë hoxhat që të na tregon o vëllezër këtu në atë kuptimin e fjalës al-adab çka përmbledh, duke e ditur se fjala al-adab në gjuhën arabe dhe përdoret edhe në gjuhët tjera, ndoshta si edhe në gjuhën tonë kuptohet nëse I thua dikuja nuk ke adab. Pra fjala adab është një fjalë, një shprehje e cila përfshin virtyte të mëdha edhe morale dhe sjellje fisnike, të cilat të çojnë në çdo çështje apo në çdo vepër e cila është e livdruar. Si dhe hoxha sjell pastaj ato kuptimet e fjalës adab, si e kanë konsideruar dietarët, padyshim se kjo fjalë përmbledh shumë kuptime, përmbledh moralin e mirë, përmbledh sjelljen e mirë, edukatën, karakterin, disiplinën. Pra të gjitha këto janë të tubuara në kuptimin, pra në umbrellën e kuptimit të ashtu quajtur el-adab. Pra e gjitha ajo e cila
përmbledhet dhe kuptohet të dietarët e mëdhenj të cilët ishin ato burrat e mëdhenj që nga ato marrmi mësim, pra si të tabiinët, edhe të gjithë ata të cilët u shoqëruan nga ata të cilët Allahu xhela xhelaluhu i pajisi me dituri, ishin ata të cilët na i shpjeguan këto kuptime të mëdha se çka do të thotë kjo fjala edeb, që na mundohemi që të shpjegojmë rëndësinë e saj dhe sepse na jemi të nevojshëm shumë për këtë pikë, pra për edukatën. Pra është ajo e cila të bën shumë sende, përmbledh shumë sende, derisa ato shkuan në atë shpjegimin se gjithashtu dhe e kanë quajtur edhe el-hadi, e kanë quajtur dhe udhëzim, udhërofim, informim i një njeriu, nëse ai e ka këtë cilësi, nëse e posedon këtë tipar të bukur fisnik të njeriu, është i vlefshëm dhe i ndershëm nëse ju shton hedjur rajul, për qëllimi jeta e tij, udhëzimi i tij, vlefshmëria e tij, edukata e tij, gjendja e tij, morali i tij, karakteri i tij, ibadeti i tij, udhëzimi i tij, pra të gjitha futen në të kuptuarën kur thomi edeb. Filani ka edeb, filani ka hedi, ka udhëzim, pra është ai njeri i cili posedon pra të gjitha këto tipare të cilët duhet të i ketë një njeri, pra të jetë edebli, të jetë njerë me sjellje, me karakter, e të ketë edukat, që në to ngërthejnë të gjitha këto kuptimet. E mu për ato vëllezër, ato burrat të cilët ishin të mëdhenj nga dietarët, të cilët ishin paranesh që në lënë këto mësime, ato hulumtuan dhe shikuan pastaj diçka interesant, por derisa të quhet sjellja edebi, si dhe quhet fjala edeb edhe si letërsi në gjuhën arabe, pra përmbledh shumë kuptime të mëdha, derisa në atë që përderisa dihet se dikush ka qenë udhëzuesi dhe informuesi më i mirë dhe udhëzimi i tij nuk ka udhëzim më të ngritur, më të vlefshëm, më të saktë dhe më të hajri dhe më e mirë se sa udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe informimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, orientimi i tij. E dietarët e mëdhej o vëllezër, këto paraardhësit të cilët ishin të mirë, këto hulumtuan, gjurmuan që të shikojnë se kush është më afër udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kush është më në hak, më i drejtë dhe më i përafërt që i qëndron udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu që ata u munduan pastaj që të i marrin ato të cilët i përngjanin udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të i marrin për urnek, të i marrin për model dhe për shembull të tyre. Dhe ato përfitonin nga gjendja e tyre, përfitonin nga rasti i tyre dhe çasti i tyre, si dhe nga fjalët e tyre. Pra këto ishin burra të vëllezër të cilët i gjurmonin dhe i hulumtonin ata të cilët ishin sa më afër udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa më afër këtij informimi, këtij edukimi dhe kësaj me të cilën quhet hedjun nebi sallallahu alaihi wasallam, që të jetë me të vërtet ishte njerë i cili ishte i përsosur me moralin më të lartë dhe më të ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mu për atë vëllezër të burra ishin ata të cilët kur i gjenin njerëzit të cilët përngjasonin dhe ishin më afër dhe më të drejtë në udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata u mundonin që të na i shkruajnë dhe moralet dhe veprat dhe këtë karakter dhe këtë udhëzim, e cili do burë ke më i afërt, ato na i shkruajtun duke na e dokumentuar për pasardhësit të cilat do të vinë pas, për ajo preardhja që vjen pas, derisa dhe na kemi arritur pra të na arrin ky mësim nga këto burra të mëdhenj që na e gjejmë pra të shkruar në libra, e duke u ndriçuar me veprimet e tyre, me moralin e tyre dhe me karakterin e tyre, me edukatën e tyre. Ishin ato burra o vëllezër të parët tonë të mirë, dietarët e mëdhenj e të famshëm, ata të cilët i kushtuan në rëndësi të madhe shumë edebit, derisa ato dhanë mundin e tyre dhe përpjekjen e tyre shumë për të arritur edebin, sa që edhe i ipshin ndoshta përparësi edhe para diturisë. Ato i ipshin përparësi dhe nëse i ikte edebi, edukata e një hoxhës, e një njeriu të mirë, udhëzimi
i një njeriu të mirë të cilën ai e kishte përvetësuar nga morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atyre ju vinte keq shumë. Derisa kështu na lajmëron Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, kur tha idha usifa li rajulun lahu ilmu al-awwalin wal-akhirin, nëse më cilësohet mu një njeri i cili ka dituri shumë, edhe se cilësohet se ka dituri për të parin e për të fundin, tha nëse nuk jam takuar me to, nuk më vjen shumë keq, tha sa që më vjen keq nëse më thuhet se ka qenë një dietar i madh e i mirë, me edukat shumë të madh dhe me udhëzim shumë të madh, që unë di keqardhje nëse nuk e kam takuar atë i cili me të vërtet kishte edukat shumë të madhe. Gjithashtu, o vëllezër, Abdullah ibn Mubareku na tregon se ai ishte burri i cili e kërkoi edukatën, e kërkoi edepin me vite të tëra. Këto ishin selefët të parë tanë të cilët ishin burra me të cilët i ngriti Allahu xhelle xhelaluhu, se këto mundonin të edukojnë veten para se të marrën diturinë. Edhe tha fjalën e njohur të Abdullah ibn Mubarekut rahimullah, i cili tha e kam kërkuar edebin 30 vite, kam kërkuar edukatën, moralin e mirë 30 vite, dhe e kam mësuar pastaj për 20 vite diturinë. E vështirë ta marr edukatën. Problematika është më e madhe që të marrësh edukatë, e të marrësh sjellje, e të dish se si të sillesh në xhami, të dish se si të sillesh në shtëpi, e të dish se si të sillesh edhe në shoqëri, edhe në punëtari, edhe në gjitha sferën me të cilën ti ballafaqohesh në përditshmëri. Po e humbe atë, nuk të ban dobi se ke arritur shumë, edhe ke vlera shumë, edhe ke ngritur, ndoshta ke marrë dituri, por deri ndoshta nuk ke edukat dhe nuk ke moral. Imam Shafiu rahimullah, vëllezër, kur e pyetën se si është kërkesa yte që ti e kërkon edukatën, si edukon ti edebin, Imam Shafiu rahimullah tha, sikur ajo nona e cila e ka humbur fëmijën e saj, që e ka të vetëm. E kanë kërkuar dietarët të mëdhej. Një njeri si Imam Shafiu të kërkon edukat, një njeri si Imam Shafiu për shembull me dituri të madhe, ai të lyp edebin, ta lyp mirësjelljen dhe ta lyp moralin e mirë aq shumë, pse sa ajo është e cila të përcjell diturinë, ajo është e cila të përcjell udhëzimin tënd, po nuk e pate atë ta din si cili se me të vërtet humbesh dhe privohesh dhe nga dituria nëse ti nuk e ke atë mirësi. Por ato vëllezër, Makhlad ibn al-Husayn i tha ibn Mubarekut një herë, na me të vërtet jemi shumë të nevojshëm për edebin, për edukatën, ta kërkojmë ato dhe ta përvetësojmë ato, se sa ndonjëherë që të i shkruajmë hadithet dhe të i mbledhmi transmetimet e haditheve të epokës, të cilët ishin burrat e zgjuar, e ishin të çmuar me kohën më të ndershme që i nderoi Allahu xhelle xhelalu, që ato e posedonin landën të themit shkencës së hadithit, që ato u merrnin me transmetimet dhe klasifikimin e haditheve, që ata u lodhën e na tash nuk i lodhemi. Ata i klasifikuan dhe ne tash i kemi të gatshme. Ato na i tubuan e na tash i kemi të gatshme dhe vetëm jemi duke i lexuar dhe duke i shti në përpunimin ton dhe në veprimin ton. Hasanul Basri rahimullah tha me të vërtetë se njeriu ishte ai i cili mundohej që ta përvetëson dhe ta merr edebin, edukatën, i shkonin 2 vite dhe mendonte se për 2 vite do edukoj nefsin, do edukoj vetveten, edhe do e stërviti, do me thonë që ta merr edebin, tha i shkonin 2 vite, deri sa i e sillte vetveten e tij të edukuar dhe në moral. Gjithashtu o vëllezër, Sufjan ath-Thauri rahimullah na tregon dhe tha se ishin burrat ata të cilët kur dëshironin që të mësojnë të marrën dituri, e të shkojnë të transmetojnë hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të i shkruajnë, e të i tubojnë, tha ato u edukonin dhe e adhuronin Allahun xhelle xhelaluhu shumë vite më herët, tha derisa mbi 20 vite më herët e edukonin vetveten e tyre dhe e adhuronin Allahun xhelle xhelaluhu që t'ju arrojhet edhe t'ju mundsohet arritja e diturisë dhe arritja e haditheve.
Por atë Khalid ibn Nazar tha, e kam dëgjuar Malik ibn Anas, pra Imam Malikun rahimahullah, duke i thonë një djaloshit nga Kurejshët: o biri vllavit tim, ta'addab, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Tha, ju drejtua duke i thonë: o ti djalosh, mësoje edebin para se ta mësojsh diturin. Mundohu që ti të marrësh edeb, të marrësh edukate, të marrësh sjellje, para se ti të marrësh dituri. Çdo njeri ka qef të dinë më shumë. Nefsi është i tillë që dëshiron që të dinë sende më shumë, e të hulumton e të gjen sende të cilët nuk i dinë të tjerët. Mirë po nuk e pa të edukatën, nuk të ban dobi. Pra tha Imam Maliku rahimahullahu vëllezër, tha, ishte nëna ime ajo e cila më përgatitte mirë dhe më përgatitte, më vishte dhe më rregullonte edhe çallmën time dhe pastaj më drejtonte për të më dërguar te hoxha të shkon të mëson. Pra Imam Malikun e dërgon nëna vet te hoxha i tij i cili ishte Rabiat er-Ra'i, i kanë thonë hoxha Imam Malikut, tha, nëna ime më rregullonte, më vishte dhe pastaj më rregullonte edhe çallmën time dhe më thonte: o biri im, shko te Rabia dhe merr mësim nga edebi i tij para se të marrësh nga dituria e tij. Shko te hoxha te Rabia, merr edukat, merr sjellje, karakter para se të marrësh dituri. Kush prej neve vëllezër i thot fëmijës vet kështu: shko te hoxha një herë mëso edukat, shko te mësuesi një herë merr edukat, para se të marrësh dituri. Gjithherë e dojmë suksesin e arritur, por po nuk e mësuam edukatën, sjelljen, karakterin edhe disiplinën e mirësjelljes tonë, suksesi nuk arrihet i tillë apo ngel i zbehur. Kush prej neve edukon fëmijën e tij thot: shko te hoxha, merr nga edukata e tij, të jesh i sjellshëm kur të shkosh në xhami, të jesh i sjellshëm kur të shkosh në shkollë, e kur dalësh në rrugë e të jesh i sjellshëm kështu a ashtu, ne nuk e bojmë ato. As hoxha i edukuar ashtu sikur që duhet, as fëmija i edukuar ashtu si duhet. Nuk e edukojmë që të i thomi fëmijës tonë kur shkosh te hoxha këshill ik sa më shpejt mos e fal as drekën, as namazin as tjetrën, as abdes, po na duhet të edukojmë fëmijët tonë që kur të shkojnë, si të shkojnë në hoxh, si të mësojnë, si të edukohen, si të marrin mësimin dhe si të qëndrojnë, por derisa ata e marrin kulturën e mirë, e marrin edukatën, nëse kanë kulturë të mirë, do të vlerësohen dhe do të çmohen edhe nga hoxha. Ai i cili ka më së shumti edukat dhe sjellje, pastaj dhe mësimi i jepet dhe nga hoxha dhe nga mësuesi. E arrin afërsinë, e merr dhe diturin, po nuk pat sjellje dhe edukat. Pse kështu dietarët i japën rëndësi edukatës dhe sjelljes para se të arrin dituria? Se ai i cili nuk ka edukat, nuk ka sjellje dhe nuk ka kulturë, le ta dinë se ai merr dituri, po do ta nënçmon hoxhën e vet, do ta nënçmon mësuesin e vet, do t'ja kthen ndoshta fjalën, do t'i kundërvihet dhe nuk do t'ja pranon diturin me të cilën dëshiron që të merr nga ai. Do ta nënvlerëson e do ta përshmon e pastaj domethënë do të privohet edhe nga dituria. Më për atë vëllezër dietarët ishin ata burra të cilët hulumtonin edhe i këshillonin fëmijët e tyre që ata të shkojnë në dyert e dietarëve dhe hoxhallarëve të mëdhenj që të marrin moral, e të marrin karakter, e të marrin mirësjellje dhe pastaj të marrin dituri. Ishte Ibrahim ibn Hamib ibn Shahid, i cili tha se më ka thënë baba im: ja bani itil fuqaha wal ulama, o djali im, shko te fuqaha, te dietarët, shko merr dituri te to, por para se të marrësh dituri, merr nga morali i tyre, merr nga edukata e tyre, merr nga sjellja e tyre, se kështu pra e arrin suksesin. Gjithashtu, dietarët e vjetër vëllezër ishin ata burra të cilët edhe u interesonin edhe nga kush të marrin dituri, kontrollonin, a është ai burr për të marrur dituri, apo nuk është ai burr për të marrur dituri, a është ai hoxh për të marrur dituri, apo nuk është ai hoxh për të marrur dituri. Ato e vendonin në kantarin e udhëzimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të edukatës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kështu që para se të shkojnë të ulen në dy gjunjtë e tyre para hoxhës,
ato njëherë kontrollonin dhe hulumtonin se sa është edukata e tij, sa është dituria e tij, sa është mirësjellja e tij, edhe se sa është i sakt dhe sa është i afërt me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj ato u ulnin edhe merrnin nga dituria e tij. Tha Ibrahim an-Nakhi rahimullah, tabiu i ndershëm, i cili tha se nëse dëshironte një njeri që të shkonte një dietar te dikush që të merr dituri, ai më së pari shikonte tiparet e tij, shikonte namazin e tij, se çfarë namazi bën. Ai fal namazin duke ngajtë dhe duke luajtë sa më shpejt, mos të ketë interes, apo e shikonin se çfarë namazi bën, si falet ai, çfarë gjendje ka, çfarë tiparesh ka, edhe pastaj shkonin dhe u ulinin pranë tij që të marrën dituri. Sikur që tha Ibrahim an-Nakhi rahimullah, tha ishmi ata të cilët nëse shkojnim që të merrnim dituri nga ndonjë hoxh, tha na më së pari pyetnim për hajen e tij, për pijen e tij, për daljen e tij, për hyrjen e tij, për karakterin e tij, për edukatën e tij, e pastaj tha nëse ishte çdo sen në rregull, tha na atëherë u ulnim dhe merrnim nga ai dhe mësonim nga ai. Hoxha është ai shembulltyra i cili e përcjell diturinë të tjerët, po para se gjithash ai e përcjell edukatën dhe moralin, udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim an-Nakhi rahimullah, tabii ndershëm të hulumtonim në ta shohim pikujt do të marrim dituri. A është hoxha i cili sjell moral dhe edukat sipas udhëzimit pejgamberit sallam, apo duke u mburrur me fanatizëm, me kombëtarie, o vëllezër, nuk është një hoxh i cili ngritet, nuk thomi se ti tash nuk i përket një popullit edhe nuk duhesh që ti të livdrosh me to, por është çështje se nuk është edukat dhe nuk është ngritje, nuk është vlerë që një hoxh të del e pastaj me patriotizmin e tij, me petkun e patriotizmit të del e të shfaqet në shtëpijet e Allahut xhel xhelaluhu, e të lëshon pastaj gjithashtu dhe të keq përdor dhe xhamin me muzika, me sende të tjera të cilët nuk i takojnë një prisit i cili është udhëheqës në fenë e Allahut xhel xhelaluhu. A kjo është udhëzim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Po na gëzomi, more feja Allahut xhel xhelaluhu të ka treguar se ti e ki detyrë njerëzve t'jau mësojsh dinin dhe fenë, e t'jau pastrojsh qatë besim me të cilën shkon dhe fiton të Allahut xhel xhelaluhu, me tauhidin, me njohurinë e pastër të cilën njerëzit ti i mundon që ti t'jau pastrojsh tauhidin e tyre, njohurinë e Allahut xhel xhelaluhu. Nëse ti ke arritur t'ja u pastrojsh atyre, ti ke fituar me atë popull nëse e dën. Nëse ti si hoxhe dën popullin tanë, ti mundohu t'ja u pastrojsh besimin e tyre. Ti mundohu t'ja u përcjellish njohurinë e Allahut xhel xhelaluhu të pastër, se nuk shkohet në xhennet as me flamurin kuqezi, as me atë dverdhin, as me atë bardhën, as me atë tjetrin, po shkohet me besimin e pastër, me tauhidin e pastër te Allahu xhel xhelaluhu. Kot që ti mburrësh me diçka dhe mshehesh pas patriotizmit, a kur të vjen ditën kur të tregohet patriotizmi, nëse sprovohesh, ndoshta nuk je nga ata të cilët i del në krah atij populli të cilët kanë nevojë. Mu për atë dietari hoxha janë prej atyre të cilët duhet të jenë më të afërmit me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo t'ja bëj çefin këtij dhe atij tjetrit që të më livdrojnë e të më thonë të më bojnë. Nuk të ban dobi nëse më thot ky ai tjetër më livdron, nëse ti nuk je në kënaqësi të Allahut në udhëzimin, ashtu sikur që Allahu xhel xhelalu ka porosit. Nëse ti nuk je në dakord me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si dëshiron pastaj të tjerët të marrin nga ty pra mësim. Më para të vëllezër është mësimi këtyre burrave, të cilët ishin kolosa të mëdhenj të dijes, këta na e dhanë këtë mësim që i kontrollonin hoxhallar dhe dietarët, pse ishte i madh, nuk mirte direkt derisa e shifte ai se sa është afër udhëzimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo me dal me fol çka të vjen ty në përgoj, e pastaj ku është edukata, ku është udhëzimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ta përcjellur atë dituri, ai që vjen të merr dituri në xhami apo në xhamiat, ai njëherë të shikon hoxhën se çfarë edukate ka të islamit. E pastaj e merr atë argument të cilën ti do t'ja përcjellish nëse ti je nga ata të cilët e dëshiron shpëtimin e popullit tënd,
përcjellja u hakun e Allahut, edhe ti mundohu që të udhëzosh në rrugën e shpëtimit të cilën Allahu xhël xhelaluhu e ka bërë. Mu për atë vëllezër, Imam Maliku tha, e kam takuar Ejube Sekhtaniun 2 herë në haxh, po nuk kam shkruar hadithe nga ai, nuk kam transmetuar nga ai. Të gjithë më thonë se është dietar i madh, transmetues i madh, faqih i madh, mirë po nuk transmeton jam, nuk mirë jam nga ai dituri, ende nuk shkruan jam hadithe. Deri kur? Tha derisa për streti herë kur jam takuar në haxh me to e pa ta parë te u borri i Zemzemit, tha kur u përmend te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çante aq shumë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha kur e pash që aq shumë çante për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, derisa të afërmit shikohin që ta mëshirojnë, tha atëherë fillova që të shkruaj hadithe nga ai. Kur e pash kit moral, kit karakter të lartë kaq të madh. Kjo është vëllezër vlera këtyre imamëve, këtyre burrave. Pse u rritën kaq shumë? Por shkak se shikonin se nga e merr dijen. Ai tjetri i cili nuk ulet pranë një dietari që të merr dije, as që intereson, me të vërtetë se pa edukat, pa karakter, pa sjellje as dituri nuk mund të merr. Kjo është mirësjellja e këtyre burrave të mëdhenj të cilët u mundonin që këto të marrin aq shumë ishin të sinqert në përcjelljen e diturisë. E morën nga burrat të sinqert shumë, edhe ato ishin vetë të sinqert e përcullën të sinqert, që neve të na arrin e pastër dhe e sinqert. E ky ishte Imam Maliku që tha sa herë kur transmetonte hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha fytyra e tij zbehej dhe zverdhej. Pra mendo zbehej fytyra e Imam Malikut, pse? Se transmeton hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në ditë do t'i del para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ditën e gjykimit kur dalën para Allahut, që ti thotë ke thon kështu, pas kam thon kështu vesh. Ku e morë argumentin? Ta shtu shumë leme të thonë, o vëlla ka thonë, pa kush është një hadis kështu. Hoxhje, hadis, as një transmetim, as një vlerësim, as nuk e di se ku del, as cilët janë argumentet e sakta. Ka thonë Allahu kështu, kur kund nuk ekziston Kur'an. Nuk i takon një hoxhës të flet për Allahun e as për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pa qenë i sakt në transmetimet e sakta të cilët janë të shënuara e të ruajtura, që janë transmetimet si Loti të pastra. Është përgjegjësi e madhe se një ditë unë ti ai tjetër dalmi para Allahu xhel xhelalu. Ti si xhamat të pyetesh. Tha ka thon pejgamberi sallam, ku e gjet atë hadith vëllai mirë? Ku ka thon pejgamberi sallam? Kush e ka transmetuar atë hadith? Sa është i sakt ky hadith? Kjo është përgjegjësi me të cilën do të pyetesh një ditë te Allahu xhel xhelalu. Do dalësh para pejgamberit sallam e me këtë fotyrë çka do t'i thush pejgamberit sallam? Valla kam qenë hoç, më kam basi pejgamberit Allahut, nuk kam shku mbas rrugës. Po ti s'ke qenë hyç afër rrugës mas pari. As afër udhëzimit tim s'ke qenë mas pari. Këto janë ato burra vëllezër të cilët neve na edukojnë mas pari neve si hoxhallar, edhe pastaj xhamatin neve tjerëve si xhamat. Mu bërat ato të cilët shkonin mirë në dituri te Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ato e përcjellnin edhe në komb si rrinaj. E përcjellnin edhe ulët si rrin. Ato e shkruanin Abdullah ibn Mas'udin edhe kur ulej, edhe kur flente, edhe kur folte, edhe kur falet, të gjitha, se kështu e pam Abdullah ibn Mas'udin. Gjithashtu, kur folet për biografinë e Ali ibn al-Medinit, ky burr vëllezër me të vërtetë tash ndoshta nuk është këtu tema për me fol për këto, po me të vërtetë ndoshta nuk e njihni, edhe pak burra kanë dëgjuar për këtë njerëz të madh, me të vërtetë kolos i dijes. Të gjithë e njohim Imam Buhariun, Imam Ahmedin, mirë po se Imam Buhari dhe Imam Ahmedi kanë transmetuar nga ky burr hadithet, askush nuk e di, apo. Dhe se ka qenë burr i madh shumë, derisa Imam Dhahabiu thotë është imami hafizi i haditheve, burri i saktë i haditheve, që është njohur si emiri i haditheve, udhëheqësi i haditheve, hafiz i fortë i haditheve. Aq i sakt, po e ka pas një lemi të veçantë që se kanë pas dietar tjerë, që pak burra tha gjenë si Ali ibn al-Medini, e ka pas shkencën ilalul hadith, njohjen e haditheve dhe ato dëmet e haditheve. Ku kanë dëm, ku kanë tëmet. E kjo është me të vërtetë shkencë shumë e vështirë. Se do të gjesh hadithin, ta gjesh ku e ka tëmetën, me shiku për shembull me çka heket ajo emet. A mundet që të vjen hadithet të jetë sahih? A mundet që të jetë i vërtet? A nuk mundet?
Pro ky ka qenë burri i njohur për dëmet dhe për të metat të cilët janë në hadith. Kjo është lënda më e vështirë. Derisa për këtë burr, Imam Buhariu rahimullahu vëllezër ka thonë mastasghartu nafsi baina yaday ahad. Nuk e kam zvogluar veten time para askujt tjetër për në çështjen e hadithit, se e dim se çfarë burri ka qenë Imam Buhariu për në hadith, por thot vetmi njeri që e kam zvoglu veten time nëse kam ulur para tij është Ali ibn al-Medini. Burri i madh i shquan i haditheve. Para mendoj kur ta ndëgjosh një njeri sikur ky burr, që i ka njoftur transmetuesit të haditheve dhe e ka njoftur defektet e haditheve dhe i ka shushitur të gjitha këto defekte, të del tash një i marrë me të kallëzu se hadithi filan Buhari është kështu, ky tjetër s'është hadithe zot më i pranu, ky tjetër s'merr. Para mendoj kush del. A dilet para këtij burri që na e kalon kët margaritar o vëllezër që na marrmi tash dhe me të vërtet i lexojmë hadithet, i transmetojmë. Pse? Se ka dikush që ka punuar për ato hadithe. Është munduar për ato hadithe. I ka ndjekur burrat, e ka sjellë transmetimin më të saktë dhe më të vërtetë. Kjo është pra që Imam Buhariu thonë nuk e kam nënçmuar veten, nuk e kam llogaritur të vogël, se kam zvogluar asnjëherë para dikujt, përveç se para Ali ibn al-Medinit. Gjithashtu ka transmetuar nga ky dhe Ahmed ibn Hanbali rahimullah. Edhe pse kanë qenë, domethënë të një moshës, domethënë dietarët të cilët janë të një vendit, domethënë kanë qenë të afërt, ju thon ekran, domethënë të barabartë me dituri dhe me vendin, por të arrin dikush të transmeton nga ty, kjo është vlerë shumë e madhe. Vlerën më të madhe ja ka arritur Ali ibn al-Medinit, transmetimi Imam Ahmedit që kanë transmetuar hadithe nga ky. Në Musnedin e Imam Ahmedit gjen gati 60 e diçka hadithe që i transmeton Imam Ahmedi nga Ali ibn al-Medini, në fakt është shoku me Ahmed ibn Hanbali. Domethënë janë ekran, janë të afërmët, aq shumë ka qenë burr i fortë. Pra nuk kemi të fol për biografinë, mirë po e kem qëllimin që në biografinë e këtij është thonë, por nuk guxoj me kalu pa e njohur këtë burr të madh Ali ibn al-Medini. Tha, siç na transmetohet nga Abbas al-Ambariu, i cili tha se ishin njerëzit ata të cilët e shkruanin edhe kur qëndronte në kom këtë njeri, tha e shkruanin edhe uljen e tij, veshin e tij dhe çdo send çka folte ky njeri. E pastaj na tash lexojmë kush është Ali ibn Medini, e dim çka ka vepruar, çka ka bërë. Shumë thjesht se dikush me sinqeritet të plot na i ka përcjellur këto vepra dhe këto gjurma vëllezër. Gjithashtu pastaj Imam Maliku na i cek disa hoxhallar dhe dietar të mëdhenj në vëllezër, me të cilët me të vërtetë se janë ato burra të cilët Allah shpëlet. Janë ato burra të cilët kanë qenë nga ata të cilët gjithherë janë interesuar se nga kush të marrin dituri, derisa kanë shkruar edebin, edukatën, sjelljen e hoxhës para se ta shkruajnë dituri. Sikur që tha Ibn Wahbi, tha ajo që kemi shkruar dhe kemi transferuar nga Imam Maliku është shumë më shumë nga edebi, mirësjellja e tij, edukata e tij, se sa nga dituria e tij. Gjithashtu vëllezër, që transmeton El-Qadi Abu Ya'la nga Husein ibn Ismaili, i cili tha se ishmi në mexhlisin e Imam Ahmedit, mbi 5.000 veta që prezantonim në dersin e Imam Ahmedit. Tha 500 nga ato që i shkruanim çka folte imami, kurse të tjerët shumica vetëm qëndronin në ders që të marrin nga edukata dhe nga tiparet e bukura e të larta të mira që i kishte Imam Ahmedi. A ke parë ndërsa pak kush shkruan dhe interesohet se çka tha hoxha që këtë fjalë më duhet mu ta shkruaj. Pak janë ato që të cilët shkruajnë dhe ja kjo shkrimi që e kanë shkruajt edhe moralin edhe sjelljen edhe atë që i kanë përcjellur të na. Pak janë ato që ka shkruajnë. Një shumicë tjetër vetëm rrin dhe ndëgjon, po vetëm dëgjimi kanë shkuar që të marrin, vetëm ta zbusin zemrën në prezencën e Imam Ahmedit. Ndersën e Imam Ahmedit që kanë prezentuar të mirshin nga tiparet e tij, nga edukata e tij, nga mirësjellja e tij me të cilën e posedonte Imam Ahmedi. Dhe shumica e dietarëve ishin të tillë vëllezër, derisa këto burra ishin ata të cilët dhe na si hoxhallar duhet që të jemi shembull i këtyre burrave, që ndoshta nuk ndodh ende që dikush të ta shef fytyrën tënde e të edukohet apo të udhëzohet vetëm me sjelljen dhe me fytyrën të cilën ta shef ty si hoxh apo si predikues i Islamit. Kurse te burrat e mëhershëm,
Te këto hoxhallar të mëdhenj, Gjafer ibn Sulejman, o vëllezër, tha kuntu idha wajadtu min qalbi qaswa, nëse gjeja te zemra ime vrazhdësi, tha shkoja dhe shikoja në fytyrën e Muhammed ibn Wasi', tabiu i ndershëm Muhammed ibn Wasi', adhuruesi i madh i Allahu xhel xhelalu, tha nëse më kapte vrasësi në zemër Gjafer ibn Sulejman, tha shkoja dhe shikoja fytyrën e Muhammed ibn Wasi'it, tha dhe mazbut të zemrën. Para meno vetëm shikimin e fytyrës së një hoxhës që është adhuruesi i Allahu xhel xhelalu i sinqert, e që të arrin që të merr edukat dhe këshille të izbutet zemra, tha e kishte fytyrën Muhammed ibn Wasi', sikur ajo nona e cila ka humbur fëmin që është e hutuar, tha ashtu ishte i frigur nga vdekja dhe ditët kur do del para Allahut xhel xhelalu. Ai që ka frikë Allahut xhel xhelalu se një ditë do del para Allahut xhel xhelalu, ai hap hakun e ibadetit, hakun e Allahut, hakun e udhëzimit pejgamberit selam, hakun e xhamatit dhe të gjitha. Për atë vëllezër, Abdullah ibn Mubarak rahimullah tha, para meno tash kush është Abdullah ibn Mubaraku? Tha kur e shikoja fytyrën e Fudaj ibn Iyadit rahimullah, tha ai mari për trinte pikëllimin tim, edhe ma bënte që ta urrej vetveten time. Vetëm shikimin e fytyrës së Fudaj ibn Iyadit rahimullah. Asket adhuruesi i Allahut xhel xhelaluhu. A thua kjo cilësi ku është na? Që vetëm nëse na shikon dikush në adhurim, ne vetëm me të shikuar ti pare që i ki ti e dikush ti zbutet zemra ati. Tha Abdullah ibn Mubaraku, vetëm nëse shikoja fytyrën e Fudaj ibn Iyadit, tha mari përtrinte pikëllimin, përsëri, edhe më bonte ta urrej vetveten time dhe fillonte të qanë Abdullah ibn Mubaraku. Para mendoj vëllezër. E të gjithë këto burrat të cilët ishin që e kishin këtë karakter të madh e të ndershëm, që me këto pra përfundon ajo e cila është vlerësimi i dietarëve të mëdhenj që i adhuruan edukatës, mirësjelljes edhe moralit, ato të cilët me të vërtetë se ishin të edukuar shumë me moralin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me karakterin, edhe ato mundonin që i përvetësuan ato tiparet e udhëzimit, që dhe të tjerët nëse shikonin fytyrat e tyre vëllezër, ato me të vërtetë se udhëzonin vetëm me pamjen e tyre të cilët e kishin, a kurse te na është e kundërta, na nuk e kemi ndoshta asnjë tipar të udhëzimit që është afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e të na shikon dikush e të merr pra këshill apo të merr udhëzim apo të udhëzohet vetëm me veprat të cilat i bëjmë apo me pamjen të cilën e posedojmë. Pra jemi larg shumë, lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na udhëzon drejt udhëzimit e të na afron sa më afër udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edukatës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na bën nga ata të cilët mundohen të përvetësojnë edukatën sa më shumë, karakterin e mirë, mirësjelljen, edhe të mundohemi që të kemi një disiplinë edhe një kulturë e cila është kulturë islame që na përket neve si musliman, që shpresojmë që një ditë të takojmë Allahun xhel xhelaluhu e ai të jetë i kënaqur me ne. Vazhdojmë inshallah me dersin e ardhshëm ku hoxha pastaj e cek një temë e cila tha se hirsuhum ala mulazimati shuyukhi wal muaddabin. Për kujdesi i këtyre burrave që u mundonin që të i ndjekin hoxhallarët. Interesi i tyre që të i ndjekin hoxhallarët dhe edukatorët. Ata të cilët i jepshin edukat, ata të cilët i jepshin dituri, ata të cilët mësonin. Për fat keq kjo mungon në mesin tonë. Sa ma larg ik pi hoxhës, ndalet ik pi dersit, ik pi atij tjetrit, në fakt dituri don që të marrësh edhe edukat. Kjo është me të vërtetë o vëllezër që neve na duhet që na të mësojmë, neve na duhet që na të mundohemi që këto burra të cilët kanë qenë të mëdhenj, që Allahu xhel xhelalu i ngriti me vlerë e na lang si vlera të mëdha që na të i përvetësojmë, të mundohemi që na të i shtim në praktikën e jetës tonë. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu të ju shpërblen me të mirat e tij, që ju bët sabër edhe ndëgjuat. Inshallah takohemi në dersin e ardhshëm. Me lejen Allahu xhel xhelalu wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.